Autoritetet italiane kanë goditur një tjetër rast të madh të trafikut ndërkombëtar të drogës, duke sekuestruar 770 kg kokainë ekstra të pastër në portin Vado Ligure, në perëndim të Italisë. Operacioni u krye nga Policia Financiare Italiane, Guardia di Finanza, në bashkëpunim me autoritetet doganore. Sipas njoftimit zyrtar, sasia e madhe e kokainës ishte fshehur me kujdes brenda një kontejneri frigoriferik, mes dhjetëra paleteve me banane. Kontejneri kishte mbërritur nga një prej porteve kryesore të Ekuadorit, ndërsa kontrollet e autoriteteve zbuluan ngarkesën e palishme. Sipas vlerësimeve të policisë italiane, droga e sekuestruar do të kishte një vlerë prej rreth 250 milion eurosh në tregun e zi. Autoritetet e kanë cilësuar operacionin si një nga goditjet më të rëndësishme kundër trafikut të drogës në portin e Vado Ligure gjatë viteve të fundit. Ky është operacioni i dytë më i madh brenda pak javësh në të njëjtin port. Më pak se 3 javë më parë, forcat e rendit sekuestruan edhe 340 kg kokainë me një vlerë të përllogaritur prej rreth 120 milion eurosh në tregun e palishëm. Hetimet vijojnë për të zbuluar rrjetin kriminal pas transportit të drogës dhe destinacionin final të ngarkesës.